Përshëndetje miq të televizionit Syria, ku po takohemi edhe kësaj të martë për të trajtuar temën të cilën e kemi zgjedhur dhe e kemi vënë në shënjestër sot. Sa janë të përgatitur të rinjët tanë për tregun e punës, është tema të cilën do ta diskutojmë sot. A është opsioni fundit i tyre për të dalë jashtë ose për ta lëshuar vendin? Çfarë ofron tregu ynë? Cilat janë kërkesat dhe cilat janë opsionet të rinjëve tanë. Ne do të bashkëbisedojmë me dy drejtorë të dy organizatave të cilat veprojnë kudo në Kosovë, por gjithsesi edhe në Gjakov, dhe në baza ditore përpiqen përmes projekteve, trajnimeve dhe angazhimeve të shumta, ti trajnojnë të rinjët dhe të punojnë siç është më së miri për përgatitjen e tyre. Kënaqësi të bashkëbisedoj me zonjën Dorina Luka Davis, drejtoresh për Kosovë në UMCA, një organizatë e cila tashmë ka treguar sukseset e saja për të rinjët dhe për bashkimin e të rinjëve në shumë programe. Mirë se erdhe dhe faleminderit. Faleminderit për ftesë. Do t'jetë edhe zoti Fatos Agjemi, drejtor ekzekutiv në Qendrën Inovative në Gjakov, gjithashtu një qendër e cila përmes punës së saj ndër vite ka dëshmuar veten për të inkorporuar shumë projekte që lidhen me botën e të rinjëve dhe me kërkesat e tyre. Mirë se erdhët. Faleminderit. Tema që e kemi zgjedhur sot është ajo për të cilën ju e dini më së miri për ta trajtuar. Tregu i punës gjithmonë flitet për të rinjët. Madje thuhen se janë kontribuesit më të mirë në ekonominë e një vendi. Pse e themi kështu? Nëse ata do të punojnë mirë dhe do të përpiqen të jenë të edukuar në atë që e kërkon tregu. Cila është situata e tregut të Kosovës kur është fjala për inkorporimin e të rinjëve përgjithsisht? Faleminderit për ftesë. Kur flasim për të rit, na çdo herë si organizatë mundohemi mi japat bot kuptimin tonë që realisht flet për të tërë shoqërinë, vetëm moshë më të re. Zakonisht vendosen të rritë në një grup, por në parim të rritë e tërë shoqëria për në moshë më të re. Ki të rritë, ki vajza e djemë në përgjithësi, po ki edhe të rritë prej komuniteteve, ki të rritë prej nevojave që janë me nevojat veçanta, ki të rritë nga këtë lloje, vetëm do të shoqëria është më e re. Shka, kur flasim të lidhur me punësimin ose me krijimin ose kapitali njerëzor i na dim që janë të rritë në Kosovë. Situata aktuale në vend pe tregon që të rritë kanë lëvizje të madhe jashtë vendit. Janë të lëviz të largu për me gjetë një nashtat ardhmë më të mirë. E ajo pse po ndodh, nashta mundën më shumë me elaboru për pak, po definitivisht mendoj që është shumë e nevojshme po planifikime strategjike pak më të mira për të rritë. Ne po përmendim konstant rritjen e ardhmja, rritjen e tashmja, po nëse është në nivel të shtetit, të lëm për të dëshiruar. Faleminderit. Fatos, çfarë mendimi ndani ju kur thuhet se të rinjt janë pjesa më vitale, janë ata të cilët kontribuojnë në ekonominë e vendit? Po padyshim, është kjo një formulim ose një shprehje të cilën ne dëgjojmë shpesh edhe promovojmë dhe kemi dëshirë ta promovojmë shpesh. Padyshim që Kosova bën e shpreh një qëndrim ose një projekcion unik kur sa që flasim për ngritjen e kapaciteteve të rive në aspekt me kontributin që ata japin për tregun e punës, po se sa punohet aktivisht për me realizu këtë gjë, gjithmonë është jo mjaftueshme. Ne mendojmë, unë paktën për aq sa i takon organizatës edhe botkuptimeve që ne i përfaqësojmë, ne jemi shumë me fat që kemi organizata si YMCA, shumë organizata të tjera ndërto dhe që janë rajon inovative që mundohemi me atë sa kemi mundësi ta zbusim këtë hendekun e krijuar mes kërkesave të tregut punës dhe shkatësive që të rinjt duhet i kenë për mirëqas. Tregu të punës është një angazhim i cili për mendimin tim tu shërby me të dhanat ose me ngjarjet e pas pavarësisë deri më sot, duket se nuk ka fund edhe mirë se nuk përfundon kurse edhe ashtu si që evoluon tregu i punës në botën perëndimore, edhe atë duhet ta njekim edhe ne në Kosovë. Por kishim pas dëshirë me pa një ekosistem më mirë strukturum edhe
që kish me sjell rezultate më të mira në mënyrë që të rritë me u angazhu në Kosovë. Nështë edhe prej Kosovës për me punu për trajzit botënore, po aktualisht situata lën për të dëshiruar në këtë aspekt. Nëse i referohemi të dhënave, jo rrallë thuhet se të rinjët nuk zgjedhin edhe drejtimet në raport me kërkesat e tregut dhe aty ndoshta është ajo fillimi një të keqe e cila mund ta përcjell atë për një kohë të gjatë. Edhe nga përvoja juaj e deri tanishme, sa keni parë që punohet me të rinjët përmes edukimeve të ndryshme në karrierë, që ata të dinë çfarë të zgjedhin në raport me kërkesën e tregut, sepse edhe tregu ndryshon varësisht nga zhvillimet, edhe njëkohësisht ndryshojnë edhe kërkesat. Orientimi në karrierë është shumë e rëndësishme, diçka e cila nuk është duke u realizu, për mos me qenë negativ, po me jap nështë perspektive pi terrenit, nuk është një përgatitje e mirë e trive për tregun e punës, e orientimi në karrierë duhet me fillu nështë prej shkollës fillore. Të na punojmë me edukim jo formal, edukimi jo formal si format është i pranun ose është i promovun, i adoptun në Bashkimin Evropian prej viteve 70-ta. Tash na po vlasim shumë vite para. E ne ende sot edukimi jo formal në Kosovë perceptohet një lloj aktiviteti për të cilët llogarit nga njerëz si një aktivitet arktuz diku jashtë shkollës. E që në realitet nuk është. Që nuk është. Jo, është shkencë në veti. Ka njerëz të cilët studiojnë doktoraturë në edukimin jo formal, se si më qos trive. Lidhe me edukimi jo formal i asiston, po shkape mungon në Kosovë është orientimi në karrierë në moshën e hershme. Do thot ka programe në Evropë ose në vendet perëndimit kushtimisht që prej qerdheve i identifikojnë shkoja pëlqej fëmijëve, të ne që ajo pyetje vjen në vitin e fundit shkollës mesme. Ne shka po vrejmë, duke marrë parasysh që na punojmë jashtë shkollës, po vrejmë që kur vinë trit në qendrat e YMCA-s, jo vetëm komunën Gjakovës, po në tërë Kosovën ku punojmë, e vrejmë që po thojë se do përfundu shkollën mesme, plot për tëmve thojnë që nuk e di, nuk e kom vendos ende. Aja nuk është mirë. Këtu tash luajnë në të gjithë të rriturit, ne pak i kemi fajet këtë tash. Nuk është fajet treut, ose i vajzës së djalit trit në këtë rast, i ka fajet shkolla, i ka fajet prindi, i ka fajet organizatat, i kemi të gjithë në të rriturit, të cilë duke kemi kriju një atmosferë që i rejo se reja jënë zhvillu drejt që ati orientimi. Në fakt se, për shama ka prënë që i thoi, ti shko bënu jurist, ose shko bënu ekonomist. Profesionet imponuara. Kjo është tragjike për një tri. Tani masë nëj bojmë biseda ma vonë, nuk pe gjenë punë. Normal është se kur me të ofru që është ushqim me hongër që nështë nuk je unë. Jabë dishka një treu e cile nuk e ka marrë mënyrë natural, nuk është i gëzun për ato, e ka pranu si të mirëqenë, po jo që ju ka ma vonë ju ka përkëthyë në vepra, e për thamë që orientimi në karrierë të dhe vesh duhet na provojmë si organizat me punu, për besoj njëjtë edhe jici, punon shumë në këtë drejtim, ne punojmë të gjithë me ato sa mundëm jashtë shkollave, se edukimi jo formal, këtu shkollat lujnë rëllë. Këtu shkollat duhen me integruen në sistem ku orientohen të rritë, edhe mundu me bashkëpunu të më organizata, ku e orientojmë një tri, ku do të shkoj. Edhe jo të gjithë të rritë, pa dhe shumë markohë një intervjist, po për shembull në zyre tona në Zvicër, kemi pas disa takime dhe na interesojke si ata orientojnë një tri në karrierë. Si e planifikojnë, ata të ishin që në kuadër 10 personave çdo klase, e llogarisin 5 për tënve do të jenë aktive në treg, 2 për tënve ka mundësi me qenë ma vonë edhe me ndihma sociale ose me vështirësi në jetesë, edhe vetëm 3 për tënve mendojnë që kanë më shku në universitet. Do thot prej 10 trive, prej 100%, po jo, do thot prej 100%, 30% i inkurajojnë më shku në universitet, 5 për tënve më orientuen zanate, edhe 2 jënë që kanë vështirësi, kjo është matematika shumë e thjeshtë, ndërsa të na 100% mundohet me shku në universitet. Ata Zvicranë gjatë bisedave lidhë me këtë temë, të ishin që neve na vyn dikush edhe me na marru shtëpinë, po na vyn dikush e marru edhe
divanat, edhe kuzhinat, do thotë vynë edhe njerë të rritë të cilët e kanë vetëm drejtime profesionale. Kjo do thotë këtë zbashku duhet me punu. Patjetër. Fatos, sa përpiqeni të bëni lidhje edhe me grupe të rinjësh ose me institucione shkollore, që të promovoni sa më mirë se cilin aktivitet brenda organizatës suaj, e cila do t'i kontribonte në një të ardhme pastaj të riut, i cili është në formim më sipër? Ne mundohem në kuadër projekteve që implementojmë, me shtri bashkëpunimin edhe me shkollat e mesme kryesisht, mirë po edhe me institucione tjera përkrahase, që operojnë dhe që funksionojnë në komunën e Gjakovës dhe në komunat për rreth. Ndër vite kemi pas një bashkëpunim shkëlqyshëm, projektet e fundit, ose projektin më të madh të fundit që jemi në përfundim këtë vit, i cili është përkrahur për Bashkimit Evropian dhe komunës së Gjakovës, kemi pas një bashkëpunim ndërsjellë me shkollat e mesme dhe me institucione të tjera ndërlidhëse, ku kryesisht kemi organizuar punë praktike edhe trajnime dhe aftësim për biznese fillestare, cilat ndoshta kanë qenë ekipet vogla prej një apo dy personave, mirë po që në momentin që në përkrahur me grante mandej kanë punësuar dhe kanë gjeneruar vende të reja të punës për tregun e punës. Çfarë kërkon tregu ynë? Cilat janë kërkesat më të shumta të sipërmarrësve të cilët kërkojnë të rinj për të inkuadruar? Tash është një vakum këtu, midis asaj çka bizneset kërkojnë, çka shkolla i përgatit, edhe çka thrit me të vërtet dojnë. Dhe ne jemi pakës me një trekantsh. Tash nëse unë mendoj që një strategji e mirëfillt duhet më ardhë prej takimit me bizneset edhe të rritë. Se qaset e na është, pi përgatisim të rritë për shembull për edukimit jo formal, po na është pa pyet shumë biznesi, se është çaq dinamike e madhe. Na dim që në 20 vitet e ardhshme, deri në 30 vitet e ardhshme, 40% e llojet punëve që janë sot nuk kanë më ekzistuar. Do thotë, edhe ja thon se ti për shembull autolorje, për shembull në Kosovë, sot i ki autolorjen të cilën shkon e bën vetë, kompanit nuk ki nevojë për punëtor. Domethënë automatikisht shumë profesionet, pritja të më të thjeshtë, deri më të komplikuar, deri të operime mjekësore, do të ketë përmes aparaturave digjitale dhe ka lëvizje të madhe. Për këtë duhet bisede ngushtë me bizneset, që njohin tregin, edhe të rritë çka ata dojnë. Dhe masa ndaj është duhet sistemi i arsimit në Kosovë mi marrë në konsiderat dhe mi planifiku ato shka kërkohet tregit. Tregi kërkon avansimat më të teknologjisë. Unë me di për shembull ICI bën një punë fantastike në këtë drejtim si institucion, po në përgjithësi duhet na aktualisht vetëm i ndo, jemi si YMCA jemi të interesuar mi digitalizu shkollat e Kosovës. Aktualisht kena një marrëveshje me kompani në fakt, HP ose HP, që kemi laptopa se HP nuk ka në Kosovë njëjtë që nuk ka Apple, po për arsye që organizata punën edhe në SBA, kemi arrit mi bëni marrëveshje dhe jemi në përfundim marrëveshjes, në fakt finalizim marrëveshjes, e cila do t'i dhuroj Kosovës diku mbi 3000 laptop, edhe do t'i digitalizojmë këtë shkollat e mesme në Kosovë. Do kjo një program, këna është një lajm i parë që i kemi në media, do të kemi ende, do të është mirë se unë vetë vi prej komunës Gjakovës edhe kom paket shtet për zemër, po jemi të provu një element është që shkollat tona më konë të digitalizune, edhe më mundu me pas teknologjinë më të fundit që edhe të rritë mu konektu, se mu lidh me shka realiteti. Për shembull, kemi pas raste ku kemi shku në për shkolla dhe janë do kompjutera në ashta viteve të 90-ta, të spedi 2000-ta, diçka, ata po thuaj se as nuk dhëjzen, edhe tash ai reo me telefone ka shumë të avancuar telefonin dhe sa kompjuterin në shkollë. Na duam mi mbyll atë hapësirën, do mu afru ofër edhe na provu tjetër diçka që kemi punu intensivisht është edhe me shkollat në komunën e Gjakovës, ku në rëmjet programe si kur Upshift, Ponder, Podium, kemi jap grandet e ndryshme të rinjeve për me bo zgjidhje teknologjike. Prap shka të ju këthy pyetjes, shka vyn tregu, vyn afërsi, se dinamika është shumë e madhe. Shka vyn sot nuk vyn nesër. Si me bo triun me i kuptu edhe me shku në hap me këto lëvizje?
pajtohem me Dorinën që është tregu i punës vazhdimisht evoluon, edhe Kosova nuk bën përjashtim. Bile kisha përforcu këtë mendim duke thonë që edhe nëse flasim për strategjitë përgjithshme, nuk është që na si shoqëri, si shtet duhet me bëu diçka të veçantë, për arsye se ne kemi tipare të ngjashme edhe me shtetet e rajonit. Po ne nuk kemi fatkeqësisht me njëjtin trend të zhvillimit tregut punës siç janë shtetet e rajonit. Shembull mund të marrë edhe Shqipërinë, ku për shembull tregu i punës apo në mënyrë të posaçme komuniteti startupeve në Kosovë ka filluar me dalë në sipërfaqe dhe me u bë i dukshëm në vitet 2010-2012, nga atë kohë në Shqipëri ky komunitet pothuajse s'ka ekzistuar fare, po për një kohë shumë të shkurtë tregu i atjeshëm me ka të kalu Kosovën ndoshta për më tepër se 2 fish, edhe pse s'kam shifrat sakta. Po do të thonë që krejt ka vënë është një sinkronizim i energjisë prej sektorit publik, sektorit privat, të ndërlidh edhe instancat apo institucionet të ndërmjetme, siç është YMCA, institucioni jonë dhe institucione të tjera, edhe të mundu me ndërtu strategjinë asisoj që me qenin hap me kohën, sepse tash nuk përdu më t'inglu shumë pesimist këtu, po ne flasim sot për kodim, për programim, që është shumë në rregull, mirë po në disa shtete, me cilat ne, ose cilat i kemi alodu dhe i kemi përmend për zhvillim dhe për inovacion, për shembull siç është Estonia, Finlanda, disa shtete tjera skandinave, ata kanë shku disa shtresa ose disa shkollë ma larg, edhe sot studiohet edhe në shkollat mesme konceptet si inteligjencë artificiale, machine learning, e cilat për tempon apo rritjen eksponenciale që pësojnë, shumë shpejt mundën me na largu pi tregut potencial, ndoshta tregut potencial punës për 20-30 vjet të ardhshme, sepse ndodh një zhvillim i madh teknologjik që mandej vijnë dekada me ju përshtat ose me ju parafru, apo edhe nuk mundesh me ju afru kurrë në variantin ma real të mundshëm. Për arsye se në shtetet e ndryshme në mbar botën janë të investu tepër shumë në teknologji edhe në edukimin për sa i takon shkallësive digjitale dhe teknologjisë, jo që nuk është të ndodhur te na. Mirë po them rritja eksponenciale teknologjike rrezikon shtetet si Kosova për një periudhë 10 vjeçare milion, ndoshta 100 vjet mrapa, nëse nuk ndiqet trendi çysh po zhvillohet atje. Për shembull që tha Dorina, sot një mori e operacioneve jashtë apo edhe profesioneve zaventsohen me zhvillim teknologjik. Edhe përderisa neve s'na ka ose nuk na bjen në baza ditore me pa si lloj inovacioni, për shtetet e zhvilluara ato janë më së normale. Edhe nëse e llogarit këtë trend zhvillimit në brenda dekadave, atëherë mund të fatkeqësisht më ndodhë një shkputje që tregu i punës i Kosovës, po them, për falje ndoshta pse për shprehjen ashtu, po me një skenar jo bashkë dëshirueshëm, mundet përkundër dëshirës mas 20 vjet më mos me pas aktualitetin ose as potencialin për me bo me garu me botën. Ne mund të flasim gjithçka, por përderisa nuk ka vullnet për më ndryshu strategjitë të cilat të ndërtohen qoftë afat gjate, qoftë afat messhme brenda Ministrisë së Arsimit edhe ministrive tjera përcjellse, atëherë hapësira për me arrit deri te ato që duam është shumë e vështirë, sepse kur Ministria e Arsimit mendon që të njëjta drejtime mundën të funksionojnë edhe për një kohë të gjatë, e në anën tjetër ato, siç thonë të vjetët, i hakoha këto drejtime, atëherë problemi është aktual, mund të jetë i vazhdueshëm. Kisha dëshirë vetëm u lidh këtu që edhe pse ato proceset, strategjitë e tjera nuk po them kanë ngecë, po janë pak më ngadalshme, trit ecën shumë shpejt. Tash na duhem për me desh me kuptu tri, ka njerë duhem me hinë në të këpucat e trive dhe me kuptu botën ku janë ata. Ka kritika pse flisni këtë kohën në telefon. Ajo është mënyra që ata komunikojnë. Qysh kom për shembull përpara mënyra me fol me një shoqë që shkan telefon, ato telefonat e vjetër të dikujt. Kjo mënyra që këta komunikojnë mes vete. Tash unë po du vetëm më ndo 2 pika, një në kohën e pandemisë, sektori i cili nuk ka pas humbje, po ka pas rritje të madhe ekonomike, është sektori tikit, edhe të teknologjisë në Kosovë.
ka qaq shumë vendet punës të kryune që i shesin shërbime, si eksporti gati shumë i lartë në Kosovë është i ofrimit shërbimeve, është sektori tikit e aty gati, nuk për thamë 100%, për në është 90% në kretë ri, kitë ri të cilët janë të punujen 17-18 vjetë, punojnë programe për institucione ndërkombëtare. Mos harrojmë edhe situatën në Ukrainë. Ukraina u kon ofruesi shërbime të mëdha teknologjisë, shumë prej tyre i kanë mbyll kompanitë që i drejtojnë drejt Kosovës, do të ka shumë kompani të rive të cilët janë të vetë punësuar. Do të pa marrë parasysh kjo vagoni që është shkupa ka dalë e strategji tjetër. Është një lëvizje e madhe e startupave, është një lëvizje e madhe e zhvillimit vetpunësimit të trit. Unë e shoh personalisht për arsye që punoj me mira të ri çdo javë në programe, unë e shoh shumë urgjente përfshirjen edhe investimin për fuqinë punëtore gruan në Kosovë. Ne e dim që Kosova nuk i prek as 20% grave të cilat janë në gjendje me punu nuk punojnë në Kosovë. Do të thonë, okon ka një herë 17%, bien 15% çdo vjet, as 20% e grave në Kosovë nuk punojnë. Kjo është diçka që i thojnë në gjuhën angleze ta kuptojmë edhe të flejmë pak me qatë mendim. Do të ti e ki një kapital njerëzor i cili nuk është nëse gratë angazhohen, nëse ka ma shumë investime të edukimi hershëm, ka ma shumë qerdhe edhe me aspektin kulturor gratë e dërgojmë bashkë me partnerin, në burrin, këtë rast e dërgojmë fëmijët në qerdhe, i lirën ato që mos më zgjedh midis karrierës edhe familjes, o fjala fëmijëve në këtë rast, se çdo herë familja ka prioritet, në të gjithë e kuptojmë, po më parasysh gjenin, po flas nëse e qesim kapitalin njerëzor gratë në treg që atu me punu, ne kena me avancimi ekonomik i Kosovës komu konë shumë e lartë. Tash, kjo përqindje është shumë dëshpruese edhe na bën që na jep një indikator që na duhem shumë me investu në këtë drejtim. E tash ku t'i shohim vajzat, të cilat vinë të na në programe të ndryshme, janë fantastike, janë zgjuta, janë të afta, edhe ato shka na si organizuat bojmë, i mundohemi orientu në karrierë, mundohemi thonë që ato duhen me hec për para, edhe pa më parasysh situatës familjare është rëndësishme kontributit të në për shtetë. Të më thonë për aspektit profesional. Jo vetëm u po pse dikush është nëman, po dhe kontribon dikun, po jo, ajo është edhe një grua, është edhe një vajzë e cila ka është inteligjente dhe ka mundësi shumë minimu këti vendit. Nëse kemi edhe 80% e kemi e në Kosovë, situata ekonomike jonë kështë qenë komplet në kretë shtetin, ma ndryshe. Po, do të ndërlidhe me këtë përgjigjen tuaj. Si qëndron situata me gjinin sa i përket shërbimeve që ofron organizata, edhe grup mosha natyrisht është ndryshme, ka edhe të rinj, por ka edhe grup mosh tjetër. Po pa tjetër, duhet me përmenë si fakt që fokusi edhe i institucioneve dhe i donatorve viteve të fundit është për një orientim të barabartë, të thotë gjinor, edhe në gjitha instansat ku organizatat si e jona ofrojnë shërbime apo ofrojnë edhe përkrahje. Në instancën e fundit ku kemi përkrah bizneset, startup bizneset në komunën e Zgjakovës, prej 16 bizneseve 10 kanë qenë me pronare gra. Edhe për ne ky fakt neve na gëzon, edhe besoj që është një motiv edhe për raste tjera apo për mundësi tjera në të ardhmen që me i motivu gratë, me konsideru edhe fillimin e një biznesi si një ëndër që realizohet. Mos met vetëm si një dëshirë, për cilën nështë edhe 10 vjetë ma përpara nuk ka pas mundësi më realizu, po sot fatmirësisht ka institucione, ka mundësi, jo veç përmes organizatës sonë, po pa tjetër përmes programeve të granteve të ndryshme në Kosovë, cilat nëse ndiqen edhe ju qasen në mënyrë të drejtë edhe direkte, kanë mundësi me gjetë përkrahje. Qoftë edhe nëse është një femër, nështë një grua dhe pa përvoj në botën e ndërmarrësisë, mundet me shumë lehtë me gjetë përkrahje. Si me i bind të rinjtë dhe të reja që se cili konkurs i cili mund të jetë i publikuar, të lexohet mirë më vëmendje,
ta kesh besimin të vetja se do t'jesh një kandidat potencial, sepse kur bashkëbisedon me ta, thonë, vendosën konkurset bazuar në personin që ka mu punësu. Këta e kanë si kur të mbjellur në kokë. Si me u largu që ata me undi mirë kur mbushin atë aplikacion, që ti me një vetën si kandidat potencial dhe keme ja dalë? Tash këto janë disa faktorë. E para është sa ai ri ose ajo ka njek programe të edukimit jo formal ose shkolla sa e ka një muj përgatit se si ata ma apliku për punë, flasim për aftësitë teknike të dhe. E në anën tjetër, për folë për atë dyshimin institucional që ekziston në Kosovë, unë i kisha inkuraju të rritë, mës më nalën barjera, nuk guxojmë na me mënu që gjithë shka është dikush është atë, nuk është ashtu që e gjithë, nuk është të vërtet. Shumica e personave të cilët janë dedikun për me pas sukses, kanë sukses. Ne nuk duhen një rinë se që dhe jo është përgjigja, nga njëherë pse ta ka jap dikush jo, pse i ke apliku për intervist, nështë s'ke qenë ma i mirë në qatë moment, nështë s'e konë disponim në qatë moment, nështë dikush tjetër, ka plot dhe për qëtë arsye duhet të rritë mi këshillu, të rritë që mës munal, është e vërtet që është një tendencë, një bisedë të tillë, po na duhem ma shumë më koncentru të vetë punësimi edhe, është diçka, na shohim për shembull hapet një pozitë në nivele lokale, edhe ka shumë të interesuar më shku në qatë mënyrë. Ajo mënyrë të menunit është mënyrë e vjetër të menunit. Të ri duhen më koncentru në vetë punësim, në forma të reja, digitalizimi ka bot vetën, ti mund është me i punësu vetën online, me shrit produkte, diçka në media sociale dhe me pas biznes tonë, nuk bën me shku çdo herë ato që është qelë një vend. Unë e di, për shembull Komune e Gjakovës, që kur hapet një pozitë për mësim dhënëse, disa qindra njerëz aplikojnë për atë pozitë. Se është sidomos në këtë rast gratë, ka tendencë komuniteti mi vendos në qatë pozitë se e ki ma letë. Është pa imagjinueshme sa mundën gratë me jap kontribut në senet që janë shumë progresive. Na vetëm tu e inkuraju në arta me shku që aty së është orari i shkurt, e ki pushimet, kjo mënyrë është e vjetër të menunit. Zgudzojnë gjenerat të reja, nuk gudzojnë vëndu që është të qenë. Ne du më konë mendje hapur edhe me këqyr opcionet të ndryshme. Nëse i dëgjojmë të rritë, du të më inkuraju që ata me mendu pak më ndryshme, mës minal. Pse dikush ka thonë, nuk mund është ti munal është me pas sukses, edhe mëse mi pranu jonë si përgjigje. Po, patës? Pa tjetër që pajtona me Dorinën, unë i kisha thonë që një, do më thonë një 15 vjeqarë, një 16 vjeqarë sot në Kosovë, ka mundësi shumë më të mëdha se sa ka pas gjenerata jeme në momentin kur vendos me gjetë një punë, qoftë edhe punë gjysmërore ose punë e përkohshme. Ka atë shumë vegla online, edhe nëse nuk din me shkruaj një CV ose nuk din me qasë se si plotësohet, forma se si plotësohet një aplikacion, mundet përmes tutorialeve të ndryshme vetë online me mësu vetë pa pas nevojë me njëkë në trajnim, po aq më mirë që ka programe si që janë Ponder, Upshift që i përmendi Dorina që i ofron OMCA, po edhe të na ofron kohë mas kohe workshope punëtorit ndryshme ku mundet me u qasë gjithë kush edhe me ardhë me mësu nështë pak për mendimin kritik, pak për metodat e komunikimit, për përmirësimin e gjuhës trupit edhe perceptimit përgjithshëm nështë në komunikimin në shoqni. Këto elemente nështë janë edhe pjesë e kulturës se si na nështë edhe në familje se si i qasemi tregut punës. Unë e kom pas fatin vetë në vitet e largët, atash duhet me thonë 96-97, me studiu në shkollë mesme në Amerikë, edhe në atë kohë më bëjke përshtypje se qysh një ri ose një re atje krynte punë verore, që ata i thonë një referon si summer jobs. Gjatë që të na edhe ndodhë, s'po thëmë që nuk ndodhë, po ndodhë nështë pa avnu atë etiketën dhe pa formalizu paka shumë, mirë po në anën tjetër mu ka duk si një formë e mirë për me nëzit dhe me motivu të rritë me mendu seriozisht për të ardhmen e tyre duke kry një punë për që ata mujtë e verës sa janë pushim shemb. E na dim, unë vetë jam prind, që vjen një kohë, vjen pushimet e verës, edhe gjatë krejt vitit nxënësat mendojnë ka marrë koha pushimeve, po mirë, vera i ka, për shembull, flasim kështu konkretisht 2 muaj janë është kurrikull dhe gushti i plot,
krye pushim, ndërsa në pushim veror një familje shkon maksimumi 10 ditë, 2 javë. E pjesa tjetër, shka ndodhë. Domethënë, pse mos me nis ose pse mos me ndërmarr iniciativa të tilla që mund të dikush me punu qoftë edhe 2 orë në ditë, me ofru punën e vet, qoftë edhe vullnetare, po të paktën me kriju atë kulturën e punës. Më shku me ndihmu dikuj me pastru kopshtin, minimumi me la veturën, ose edhe më mirë me punu me një të një afërm ose të një afshëm dyqan apo kudo tjetër, veç me ndërtu kulturën edhe me pas si duket një ditë e punës ose një vend punim. Po, nëse kësha muj vetëm me shtu diçka e kemi vrejt, kur të rritë po aplikojnë për vendet punës, është një tendencë nga njëherë e familjes që mos milion më marrë me këto, pa para gjykime po flasë, jo se ti s'ki nevoj, jo se ti një fmi, po... Kur duhet me punu? Po, jashtë për shembull, unë vetë kom jetu edhe në Angli, jashtë zakonisht njerëzit i inkurajojnë, shprehia punës fillon shumë herët. Puna fillon vullnetare, unë e di plot për shembull prej nuk i lojnë mu angazhu se haloje i ri, haloje e re, edhe aja duhet me fillu kur e adoleshenta. Na po e vrejmë, kur po aplikojnë tri për puna njëjtën ankesë kanë edhe bizneset, kur po aplikojnë për puna e merr CV-n, edhe ka të kryjnë shkollën e mesme, ka të kryjnë fakultetin, nga njerë ka të kryjnë masterin, po edhe e këqyrë nuk e ka asë një ditë pune vullnetare. Nuk e ka asë një ditë pune, nështë i ka bo 2-3 praktika. Për këto, kjo duhet me fillu prej shkollës mesme. Nëse prindi e regjistron fëmijën e vetë, e inkurajnë më regjistru në organizatë shoqërisë civile, të na ka programet punës vullnetare shumë, me qindra të rinj njekin aktivitete, çdo punë e pununën e ashtë të një kushërin dyqan, është aftësi për jetë. E shën komunikimin e triturve në mes veti, e shën si menaxhon financët atë, e mëson çdo mëngjes që duhet muqun është herët me shku atje para shkollës, ororin kritojnë aftësi jetësore. E ne inkurajojmë, i bëj thirrje prindve që mi inkuraju adoleshentat, jo mi mbi ngarku me aktivitete, se përdojmë i bo fëmijët ka njerë krejt gjeni. Përdojmë i bo krejt genius që i thënë anglisht, përdojmë ajo nuk është e të mirë trive. Unë jam edhe eksperte e zhvillimit trive, që 20 vetë punojnë këtë fush, personalisht kisha inkuraju prind, që mi pyet fëmin shka ata dojnë, dërgo me një aktivitet. Nëse nuk i pëlqen, le ta provon një aktivitet tjetër. Unë e përshana shoh prind që thonë, fëmija jam shkon në 6-7 kurse, po ti i tu e lodh fëmin, edhe në fund fëmija ka mundësi me pas edhe tani shëndeti mendor është në pyetje. Sepse kursi është një orë mësimore shtesë, 5-6 kurse janë 5-6 orë, e 6 i ka të rregullta në mësimin e rregull, veç imagjino çfarë ngarkesë ditore. Deni fëmin me marr frym të lirë, edhe me inkuraju me marr pjesë në aktivitete që ata e gjejnë veten. Puna vullnetare, vendet demokratike perëndimore janë zhvilluar me punë vullnetare. Puna vullnetare i ndihmon me kuptu që pas ka dhe nështë nëse i fëmija vjen për një familje që i ka të ardhurat e mira, ku shkon edhe mirë me një aktivitet që kanë shpërnda ushqim dikun për shembull, e mëson që pas ka dhe familje tjera. Nëse fëmija për shembull vjen për një rreth që ka vështirësi, e sheh që kur mësojsha me punu, po më isha me kriju të ardha, më isha më boj panvarrën edhe vet. Do thotë krejt ja është dritare. I inkurajoj prind që mi përfshit rritë në punën vullnetare, mi përfshit punën verore. Për shembull, unë kur vetë kom jetu në Angli, e di ka raste ku shkolla i dërgon. Tash edhe shkolla lung tash të rol. Presim edhe aktivizmin e shkollës në këtë rast. Shkolla bëjke marrëveshje me supermarketet, edhe disa pitrive ku komponuan si me në organizat normal komponu, i kishim këtë farë lidhjen, i dërgojshim adoleshentat për ka 1 orë në supermarket, ajo pjesa ku i shtin ushqimin në kese, tash në përëndim i shtin vetë në kese, ju së kërë që është në Kosovë, po në atëherë i shtishin në kese ushqimin, e fuqën të ushqimin edhe jep ke familjarve, sidomos të mushuarve. Edhe e leshin që tu e leshin një farë kutije, nëse dhe milion stimulu, edhe në fillim me nëzip u zgjoshim për gjumit më ardhë. A duna mi bo këto, e pse a ka mundësi mësë me shku, si krejt adoleshentat që e prejtojnë në fillim. Besom mas 1 muje, i shishe të i
të i përcjell me kese deri në makinë të moshunit, edhe ata kryeshin lidhje se ata zakonisht të moshunit veshin çdo herë përdorshin një dyqan. Dhe këta kryeshin një farë lidhje, një buzëqeshje, edhe shishin që sa më shumë po angazhojnë, aq më shumë parë po bojnë. Edhe tani nisemi po që kjo po shkoj ka paralel. Kontributit, pozitiviteti, po përkthehet në diçka, po. Ai i ri ku ta kryen shkollën e mesme, ka çet bagazh. Tash kur ta aplikojnë, i ka kretu diploma, po nuk e ka nitit punë. Në Amerikë, për shembull, për me desh me shku në universitet, duhesh me pas punë vullnetare, ku i ki certifikata, ta ki bo diçka për komunitetin, që po pret ty komunitetin me t'ja bursë. Po, ishte një strategji Ministria e Arsimit në vitin e kaluar, nëse nuk gaboj, orët vullnetare, ti llogarisi përvojë pune, po nuk e din nëse është zbatuar ajo, sepse është edhe stimuluese ajo, nëse orët vullnetare përkthehen në praktikë të punës, e nxjerr një dokument, atëherë automatikisht vendi i punës do të jetë majoshës për secilin kandidat. Mirë, po se sa janë të përgatitur të rinjt dhe sa janë të gatshëm ata për një intervistë pune, ne kemi një material nga tereni, e ndjekim materialin dhe rikthehemi në pjesën e mbetur. Dhe punësimi zën një vend thelbësor në jetën e gjithë secilit. Këta faktorë sigurojnë të ardhura, mirëqenie, status social, duke i bërë njerëzit të ndjehen të barabartë dhe pjesë të një grupi më të madh, dhe se nuk do të bëhen barre shoqërisë, por ndihmojnë në zhvillimin e saj, duke dhënë kontributin e tyre. Përderisa shumë të rinj kanë humbur arsyen se mund të vetë punësohen, ka të tjerë të cilët mund të shërbejnë si model se si të bësh pjesë e tregu duke shfrytzuar trajnimet dhe thirrjet e organizatave të ndryshme për të plotësuar profilin e tyre. Organizatat janë shumë të gatshme për me japë për të rinjt, domethënë kanë kushte maksimale dhe japin maksimumin për me arrit na dika. Çdo trajnim domethënë që na njekem, sidoqoftë në Jakova Innovation Center ose kudo që shkon ti është një plus për ne. Edhe ti të shtem me menu diçka më ndryshe. Domethënë që ajo është mundësia jote edhe nuk mund të më çujt pengesë për kërkon. Po jam përfituese e makinave qepse, domethënë ajo kon starti që unë me menu më ndryshe se sa vetëm ajo diplomë më varë në mur në dhomën time. Pastaj pasi që ku marr makina qepse, kam vazhduar me ha biznesin tim, jam aktive në treg, edhe pastaj jam fituese e grantit në Jakova Innovation Center për zhvillim domethënë të biznesit tim, marketing e kështu me radhë. Ngjajshëm si Ylka ka vepruar edhe Ermali, i cili ka shfrytëzuar mundësitë të ofruara nga qendra inovative në Gjakov për të kaluar në vetpunësim. Jakova Innovation Center na ka mbështetur dhe na ka ftuar në shumë trajnime nga më të ndryshmet. Ka pasur edhe trajner ndërkombëtar. Sfundi ishim në trajnimin nga Holanda, ishte një trajnim shumë suksesshëm, mësuam shumë për bizneset, mësuam se si duhet të menaxhojmë punët në ekip, punët në mënyrë individuale e tjerë. Unë për vetën time kam pas fatin të jem përfitues i një prej granteve të shumta të cilat Jakova Innovation Center ka dhuruar për të rinjt, për gratë dhe grupet në dizavantazh, fal projektit të bashkimit të zyrës evropiane në Kosovë. Unë kam pas nevojë për një vetpunësim, sepse kam pas projekte të shumta që të gjej një vend pune për pas sukses. Jakova Innovation Center fatmirësisht bëri thirrjen e të rinjve publikisht online dhe në gjitha mediat, e pa thirrjen dhe vendosa të aplikoj. Nuk mendova se do të jem përfitues, por fatmirësisht pata fatin të jem njërin të përfituesve shumë. Ideja ime ishte që të hap një kurs të gjuhës angleze, domethënë ky është startup biznesi im. Shndrova në biznes privat dhe më pasi mora grantin, bleva të gjitha mjetet e nevojshme për mësimdhënie, sigurova klasën, fal partnerëve tanë Hendikosin, cilin i falenderoj shumë për hapësirën e ofruar. Po ashtu bleva mjetet banka dhe karrige shkollore, tekstet disa materiale tekstuale audiovizuale edhe një ashtu dhe pajisje teknologjike të cilat na nevojtojnë ditëve sotit në arsim sa më modern. Ylka dhe Ermali konsiderojnë se të rinjt nuk duhet të ndaluar së kërkuari suksesin.
vështirësitë janë pa evitueshme, domethënë çdo sende në jetë ka vështirësitë dhe sfidat e veta, po thjesht ti duhesh me ditë çysh mi te kalu ato ma lehtë. Jam një ri me aftësi të kufizuara, por edhe tek unë kam parë një potencial për investim dhe tashmë edhe unë po ndihmoj në shoqërinë time. Për momentin jam duke punuar me 10 student, kryesisht antar të grupit të rinjve Endikos, por sa për informacion kursi është i hapur për të gjithë, pa dallim, për të gjitha moshat. Ndonse në dekadën e fundit është punuar mjaftueshëm që edukimi jo formal të bëhet pjesë e pandashme e edukimit të rinjve, prap pjesëmarrja aktive të rinjve nuk është e kënaqshme, kështu thon akterët që merren me këto projekte. Përmes të mësuarit jo formal, të rinjt mund të përgatiten për kërkesat e tregut të punës. Duhet ata mu vetisu edhe me ardhë në për organizata të adekuate si që për shembull është YMCA, ku këtu mund është më rritë profesionalisht, mund është më rritë karakterialisht edhe mund është më rritë në gjitha format e jetës. YMCA për temën që e cekat edhe ti, është programi Transform, është programi Inspiring Other Worlds. Kemi disa programe të cilat na mësojnë për punën vullnetare, na mësojnë për vetëdijsimin dhe kërkimin e avokimin e drejtave tona dhe gjitha sendet tjera që na vyjnë në përditshmëri. Dim që tregi këtu është shumë i vështirë për kyçje, po përmes organizatës tonë, saktësisht për cilën YMCA, është shumë e lehtë përmes programeve ku rritesh profesionisht edhe mësohesh për gjitha këto. Organizata YMCA neve na përgatit shumë herët për jetën në të ardhmen, jo vetëm tash, që në për shkolla dhe në jetën e përditshme na nuk i përmendim këto gjëra aq shpesh. Kështu që YMCA neve na ndihmon edhe na bën temi aq kërkues sa duhet për gjërat që kemi nevojë në të ardhmen. Punohet mjaftueshëm, sidomos prej organizatave që po promovohen tani si YMCA, Activism Roots e shumë organizata tjera, por sa marrin pjesë të rinjët është një përqindje shumë e vogël, për shkak se ende nuk i ka kuptuar detyrat dhe përgjegjësitë që i marrim në një organizatë të tillë. Dielli dhe breta e duan shumë edhe punën vullnetare sepse përmes saj ata ndihen më produktiv dhe te i kalojnë stresin e ditës. Puna vullnetare është një punë që mu më shliron për ngarkesave që një adoleshenti në Kosovë. Dim se në çfarë fryma rritem edhe në çfarë ambiente rritem, edhe puna vullnetare në organizata mu më ndihmon shumë kur hi këtu, unë i lot gjitha streset e mia shkollës, se streset do bazike që i ka çdo i ri, i lo jashtë të dera edhe kur hi këtu e mbushna me energji që mi kalu këto sa ma shpejt edhe mi kalu këto strese sa ma lehtë. Dhe më thonë, puna vullnetare për mu është një send që vërtet nuk paguhet drejt për drejt me dorën e parë, por ti kemi pas edhe kemi lip edhe kemi ndje ndikimin e saj në vitet në vazhdim. Puna vullnetare është diçka që ne bëjmë, por nuk presim diçka tjetër në këmbim. Kështu që nëse bëjmë, ne nuk do të humbim asgjë, por vetëm sa do të rrisim ndërgjegjen tonë në mënyrën më të mirë. Ndonse të rinjt ndryshojnë shpesh statusin nga të punësuar në të papunësuar dhe anasjelltas, rrugëtimi i tyre për të përcjellur kërkesat e tregut nuk duhet ndaluar kurrë. Kemi dëgjuar shumë çka nga këta të rinj, të cilët falë eksperiencave të tyre në organizatat përfaqësuese kanë arritur me marrë njohuri kogja interesante për të përgatitur për trendin e punës, sepse jo rrallë kam dëgjuar që i përgatitur duket nga CV-ja, mirë po në intervistë më doli ndryshe. Nuk i ka të zhvilluar aftësi të buta, si quhen tash, dhe ndoshta edhe mungesa komunikimit të rrjedhshëm, mungesa prezantimit saktë të punës që ke bërë për shkak të mos menaxhimit mirë të emocioneve, mund të krijojë minusa në një intervistë puna. Po, si mundoheni ju që përmes këtyre komponenteve ta përgatitni një të ri që ai ta di të menaxhoj këtë situatë. Edhe në çfarë do moshe je intervista ta jep atë stresin? Cili doni? Okej. Na kemi pas për gjatë 3-4 viteve të fundit për ashtu pandemin, po dhe në pandemin një periudhë të shkurtë kur kemi trajtuar programet ose jemi marrë me
programet e fuqizimit të rive, kryesisht në dimenzionin e komunikimit, dhe kemi pas një përvojë shkëlqyeshme me trajner nga Kosova, mirë po edhe nga jashtë, cilët kanë trajtu temat si ndërtimi i vetbesimit, komunikimi i mirëfillt, jo vetëm biznes, po mirë po në përgjithësi edhe gjua e trupit. Do të thotë disa elemente që nduke të parë duken thjeshta, mirë po kur e njeh një trajnim asisoj, do thotë sidomos për gjuhën e trupit, jep këshilla që trive me ju dhoni mundësi me pozicionu veten më mirë. Për shembull, edhe unë vetë, edhe pse bukur mas shtyme se ata, gjatë trajnimeve ku mësu tema ose gjana të thjeshta, cilat kur i kemi diskutuar me trit, e kom vret që vërtet kanë pas ndikim të ata. Për shembull, problemi më i madh te një i ri ose re, që zakonisht është në shkollë mesme një adoleshent, është problemi me vetbesim. Tash, qysh i thu dikuj, fito vetbesim. Edhe instruktorët tonë më kalon përshtypje që thëshin udhëzimin e epshin asisoj që theke nëse zgjosh mëngjes, edhe marrën shpinën drejt, edhe ulesh drejt, edhe shikimin e ki drejt, edhe të rriqesh pak me një pozicion dominant, mas disa sekundave dhe fillon me unë ma mirë. Edhe nëse dukesh me vetbesim edhe ndërdije, fillon me shprej, me qenë ma ekspresiv me atë vetbesimin ndërtuar. Domethënë, paka shumë kësaj lloj teknikash, cilat ju ndihmojnë ashta me i përmirësu, me i rafinu pak ato shkallësitë e buta që janë domosdoshme. Pa përjashtu kuptohet edhe dimenzionin e leximit, se është një komponent, nështë që ja vlen me diskutu një temë veçantë edhe një emision të posaçëm për to, që gjithashtu besoj që ka hapësirë për me u përmirësu ma shumë të këto mosha për me përgatit për tregun e punës, se përshojmë që kryesisht përmbajtja që ofrohet sot nëpërmes mediave sociale është përmbajtje në trajtin e videos, që është në rregull, mirë po në anën tjetër, kur i qasemi një disiplinë shkencore ose diçka që duhet me përvetësu si njëri për tregun, patjetër që duhet me lexu materiale. Ne tash jemi tu implementu një projekt ku jemi tu trajtu sfidat në botën e mediave digjitale, edhe pishojmë disa statistika që janë shumë shqetësuese, se koha e dedikume për vëmendje të publiku ka ra shumë. Edhe që ajo është e njëjta që ndikon edhe nështë ekspozimin. Që ti me qenë shumë i saktë në secilën përgjigje, për me marrë vëmendjen e duhur. Patjetër. Po? Tash ku të flasim për intervistën, një si institucion, shumica në raste punëtorët të cilët i marrim, janë të rinj që nuk kanë punu kërkon më herët. Asko. Edhe tash më varet edhe pak edhe për institucion, bizneset po i presin të rritë më konë përgatiten. E realiteti për folë që se cili biznes pa në kodë se për duhet mas pari vetëmi të trajnu, mas nej, kur për trajnën, ata po shkojnë t'i këtë tjetër. Po që kjo është të duket, ajo frika e biznesit, po investon në të një i ri, deri në një kohë të caktuar, dhe ai po sa po plotësohet, po ik diku tjetër, dhe pra biznesi po fillon nga zero jo me një kandidat tjetër. Duhet me pas programe që i përgatit për punë. Se tash ne po e farë vakumi nuk po kompletohet pa qatë dozën e eksperiencës që e kanë pas atë dikun të na. Për shembull në YMCA, në SHBA, YMCA është punëdhënësi numër 1 i trive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si organizat. Të thotë në kuptimin që i thojmë first entry jobs, hera parë kur fillojmë punën. Njëjtë e bëjmë edhe na në Kosovë, kur vjen një ri, dikuj mund të më duket thjesht, por na mësojmë kompjutere, mësojmë që shdush mi vesh uniformen, se jemi organizat me uniformen, që shdush mi la uniformen, do më thonë, jo marbet njëjtë për qëdet, për shemull, ose që shdush mi dërgu një email, që shhapet një email, që komunikohet online, shka mundësh me bo, shka s'mundësh me bo, do më thonë, japim që të bazë, që pasaj ata ku të shkojnë dikun me shku të gatshëm. Për shembull, se cili konkurs e kërkon një letër motivuese, një CV, sa të rinj tanë, nëse edhe një punë shumë të vogël e ka kry, po e plotësojnë atë CV-n e vetë. Apo e marrin ato që e kishin në konkursin para prak, hajta qoj. Kështu që me u bo ata praktik me vetën e tyre, me profilin e tyre. Po na, ka njerë
nështë pa tendencë, po pa doshje, pi vendosim të rritë ka njerën gjatë kutin, sukur ata i neglizhojnë proceset, ose sukur ata nuk i kushtojnë rëndësi. Ne adim edhe me shkencë, që dhe me moshën 24 vjetë, truni i adoleshentit është ende në zhvillim. Dhe vëllë ata kanë momente ku nështë nuk i interesojnë, ka momente, po, shumicën e rasteve është mungesa eksperiencës, mungesa, halon Kosova nuk e ka adoptu shumë mirë mentorimin. Për shembull, profesionistat në përëndim japin ku e mentorojnë 1 ose 2 ose 3 të ri, i mentorojnë, qysh me shku në intervistë. Nëse, atë qysh është kjo, sukur me të pytë pse si ku në mirë në intervistë, ku kërkush nuk ka mësu që shduesh me shku në intervistë. Pifajsojmë të rritë që unë përprovim i largu fajnë për të mbemi, po ata ma shumë sukur. Vetëm ka materiale më bollëk në internet që para çdo intervistë ti me pa çka duhesh me bo me veten tonë dhe me pas pak njohuri për vendin e punës ku ki konkuru, jo më shku kreti pa përgatitun, sepse janë elemente që duken të vogla, por kushtojnë aty brenda intervistës. Mandej ti ndihesh inferior me vetveten që se dha maksimumin ose të njëjtën e fajson. Prandaj, ndoshta gjetunia është këtu elementa, po? Është edhe gjetunia, mirë po pa tjetër që duhet me përfshi kur përmendi Dorina në fillim, tash për dhe përkujtoj, është shumë e qëllume që qyshën moshat më të hershme me i fut nështë edhe në kurikulat mësimore e di që janë në një pjesë të programeve, do të thotë orientimet në karrierë pa tjetër që janë, mirë po nështë edhe format ndryshme më kreative dhe për mjë përgjegjë pyetjes direkte, për shembull pse mos me bëu dhe role play, një lujtje roleve, situatave të intervistave, të shkrimit dokumentave si letra motivuese, CV-ja, po me bo në kuadrë të klasës ose në kuadrë të shkollës që të pakten me praktikuese si bëhet, edhe me një formë tillë me demistifiku pak a shumë atë momentin se okej, vjen momenti me shku në intervistë, nështë ta intervista e parë dhe kaplojnë atë shumë emocionet sa që nështë edhe ato gjana që i din i harron ose harron me i përmend edhe të hupin. Këto praktika që pjesë edhe edukimit jo formal praktikohen vazhdimisht në shoqëritë që janë nështë më afër përmjet plotësimit të këtyre hendeqeve me cilat ballafaqohet tregu i punës. Fuqizimi i trive dhe përgatitja tyre për tregun e punës është i pamundshëm nëse nuk e përfshijmë në mënyrë aktive dhe sektorin privat. Na funksionojmë në ekonomi të tregut lirë, edhe tregu privat ose punëdhënësi privat, të më thonë, ka me qenë barci kryesor i tregut punës, se veç është në atë rrugtim, edhe çfarë do nisme, çfarë do iniciative, çfarë do strategji që hartohet duhet me pas prioritet involvimin sa më të madh të sektorit privat në hartimin e politikave. Kosova nuk është në rrugë, ndoshta të jo duhur deri më tash, mirë, po gjithmonë kemi mundësi me avancu ma shumë, po përsëris edhe një herë ato që thash ma herët, shtetet ndryshme i kanë kushtu platformat tona, strategjit tona, zhvillimit digital në raport me tregun e punës, edhe na duhem patjetër me një këtë rrugë. Më intereson edhe me Edit, edukimi jo formal, sa janë të involvuar të rinjët, sa i shfrytëzojnë gjitha këto mundësit mira, se me sa di unë nuk është një përqindje shumë e madhe e tyre, ndoshta në mungesë të informacionit, edhe pse ju vazhdimisht jeni në teren edhe thjesht i plasoni se cilin shërbim me shumë dëshirë të grupet caktuara të rinjeve, po si ata t'i qasën sa ma shumë këtyre shërbimeve, sepse janë për të mirën e tyre. Do thotë, edukimi jo formal duhet me qenë pjesë integrale jetës të rive. Kjo është konform standardeve ndërkombëtare edhe zhvillimit një triu. Vetëm edukimin formal është e pamundshme, sidomos Kosova që nuk e ka mësimin gjithditor, e ka gjysmë. Do të thotë, Kosova bile më shumë ka nevojë në këtë rast. Nëse shohim ose pyesim si ata mu qas, na imi si institucion këtu për me ofru aktivitetet. Unë shëzërasëm i bo thirrje adoleshentëve që më regjistru në programet e YMCA-s, shkakotëna, ka
një lloj menye ku ata mundën me zgjedh çfarë aktivitete. Janë programe transform ku të përgatisin për punë, programe të shëndetit mendor, programe të mbrojtjes së ambientit e të tjera. Pyetja ishte e lidhur me përqindjen, mbas një kalkulimi ton të organizatës dhe rrjetit të cilat e kemi themelu për koalicionin e organizatave të edukimit jo formal në Kosovë, aktualisht llogaritet që ofër pak ma pak ose over 5% e trive në Kosovë janë të përfshirë në edukimin jo formal. Që është ndryshe që e shohim media sociale kanë fuqinë vetë me ta kriju opinionin që të gjithë janë përfshirë, po realiteti po flet që një adoleshent shkon gjysmë ditën në shkollë, edhe gjysën tjetër nuk mirret pothuajse fare. E kjo është fatkeqësisht shumica e trive. Andaj, është rëndësishme që edhe prind me lujt rol këtu, nëse e shën që fëmija jëtë nuk është ka angazhohet, është ka rrit gjithë ditën në telefon, vjen në shtëpi, lën çantën edhe është në telefon gjithë ditën në teknologji, përfshije bisedo me to për angazhimin e organizata. Ki organizata nga më të ndryshme, jeci bën një punë fantastike në komunë Gjakove, se ka plot organizata tjera. Në fundit trit mundu me kriju vetë organizata. Se organizata shoqërisë civile ka nevojë për më tepër. Për shembull Gjakova si komunë ka shumë pak u pothuajse fare organizata të kulturës, në krahasim me komunë tjera në Kosovë, nuk i festivale të mëdha për shembull në Kosovë, në Gjakovë, këtë rast që të rritë mundën mu angazhu, ndërsa sa i përket organizatës tonë, unë i bëj shuzërase mi ftu, mu regjistru, ne zakonisht punojmë si shkolla, vitin e ardhshëm do të kemi një ceremoni pak më të madhe të hapjes kampit parë në Kosovë të edukimit jo formal, i cili është në fshatin Pjetërshan. Që mezis po presim të finalizohet ky projekt. Gjithashtu edhe ne jemi shumë të gëzuar që ky projekt është në komunën e Gjakovës, partnerët nga SBA-ja, Finlanda, Danimarka kanë investuar. Do të hapet është qendra parë edukimit jo formal në Ballkanin Perëndimor. E ajo është në komunën e Gjakovës. Krejt shkollat e Kosovës, ideja është që do të vinë me rotacion, sikur përpara që jemi shkuar në pushimorë të Deçanit dhe të tjerat. Kjo tash është normal ku është realitet tjetër, është koha moderne tjetër. Edhe në këtë rast shkollat e Kosovës do të shkojnë me rotacion të mësojnë për edukimin jo formal në fusha të ndryshme. Edhe diçka, kur janë ka kohë të caktuar kur duhet të regjistrohen të rinjët, a fate kohore të caktuara apo mund të jetë gjatë gjithë kohës? E para duhet të jetë që aktivitetet tona aktualisht ofrohen për të rritur plus 14. Do të thotë 14 vjet duhet të jenë. Na zakonisht shkojmë sikur shkolla, sikur ora shkollës, fillojnë në shtator edhe deri në qershor. Në qershor pastaj do të fillojnë kampet verore ku të rritë mundën më shku. Siç që ende më herët që pushimet po janë 2 muaj, nështë 10 ditë janë me familje, po supozojmë se 2 javë, shka për pjesën tjetër. Pjesën tjetër janë kampet në Pjetërshan që të rritë mundën me shku edhe me qëndru. S'paku edhe 1 javë nëse shkojnë atë, është mjaftueshëm për mja pasëru jetën e një treu. Faleminderit. Patos, diçka për fund, si me i bo më të qasshme gjitha këto informacione që i dhat ju edhe si me bind të riun që çdo minutë i shpenzuar kot, kështu mund ta quajmë, është vetëm humbje në përditshmërinë e tij, edhe në plotësimin e profilit të tij. Unë kisha më thonë që një ndër format është me fillu diskutimin edhe në qysh në familje, të thotë me trajtu një tre si një individ që është plot vullnet, plot potencial, edhe me alon lirinë e vendimarrjes, gjithmonë duke ja përmend rëndësinë për jetën që vjen pas, domethënë jetën profesionale, jetën që vjen pas shkollës. Mos me ngarkun është shumë me këtë procedurën protokollare, mëso, merr nota të mira që është primare, mirë po në anën tjetër na dim që këtë këto çka po i flasim janë përgatitje për jetë. Dhe në qatë formë ose në qatë frymë më mundu me ofru edhe trajnimet apo aftësimet apo kampet edhe çka do tjetër që i ofrohet fëmijëve të rinjve në këtë rast, edhe me i motivu që me provu vazhdimisht. Edhe ta kuptojnë prindërit që fëmija i tyre mund të punojë edhe pa përfunduar studimet, mund të filloj diçka nëse gjysmërore, diçka dhe nuk e penalizon ajo nëse ai është interesuar për të vazhduar suksesin e tij ose për të kërkuar rrugët e suksesit, ose e kundërta të mësohen prindërit se jo të gjithë mund të jenë student.
ata mund të përfundojnë me shkollë profesionale dhe t'jenë shumë të suksesshëm në ndonjë prej punëve tyre. E rëndësishme është të rritë me qenë të lumtën. Ne jemi me një situatë ku shëndeti mendor është diçka shumë serioze, edhe në Kosovë dhe prind duhet ta marrin me seriozitet shëndetin mendor të rive. Presioni i madh, mos harrojmë presioni i madh nëpër media sociale që kanë të rritë, plus presioni në familje, duhesh më bë këto, plus presioni në shkollë, duhesh më bë këto, e bën treun shumë konfuz. Edhe tani janë ndikojnë në mirëqenien e tëmve. E rëndësishme për neve të gjithë, si të rritur duhet me qenë lumturia një treu, edhe qysh e zgjedhin rrugtimin, duhet më konë vendimi tëmve, ne jemi aty vetëm asistenta. Faleminderit që pranuat edhe kësaj radhe, sepse bashkëpunimi me organizatat e juaja është i vazhdueshëm edhe ne jemi shumë mirënjohës për një zinxhir komunikimi të bashkëpunimit që e kemi të vazhdueshëm. Desha të ju rikujtoj për mos me mbet borxh dhe shikuesve tanë që sot ishte i ftuar edhe Idal Zhaveli nga Aktivizëm Lums, po për shkak të aktiviteteve të tij ditore nuk arriti që të jetë, sepse donim të merrnim edhe mendimin e një të riu nëse ata do të pajtoheshin me këto të cilat ju i thatë këtu, sepse të gjitha janë për një qëllim të mirë. Faleminderit që ndat kohën. Ndahemi këtu bashkë duke ju falendëruar për vëmendje, lëm takim në një tjetër emision. Mirëmbëjtje.